Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në News Hour. Unë jam Habi Hoxha, ne do të jemi së bashku në vijim. Bie në prangat e policisë Xhevdet Plaku, 45 vjeçari nga Durrësi, i njohur me nofkën Akili, që përdorte 25 emra, ishte në kërkim nga drejtësia italiane. Në janar të këtij viti ishte arratisur nga burgu i Ankonës, ku vuante dënimin për trafik droge. Gjatë operacionit policisë të Durrësit dhe forcave Renea u arrestuan 7 persona, të gjithë në një lokal në Gjirin e Lalzit, ku ishin dhe të armatosur. Një aksion i forcave të posaçme operacionale i ngjashëm me videolojën Counter-Strike çoi në arrestimin e 7 personave, të cilët po darkonin në një resort në Gjirin e Lalzit. Policia Barkas! Barkas til! Barkas! Në mesin e të arrestuarve me rrezikshmëritë e lartë shoqërore, spikat emri i Xhevdet Plakut, i njohur me emrin Akili, personazh i botës së krimit me 25 identitete të rreme që i ka shpëtuar 5 atentateve. Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë së Durrësit, Wilson Bala, ka dhënë detaje rreth këtij operacioni gjatë një konference për shtyp. Strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës kanë siguruar informacione në rrugë operative se disa shtetas në kërkim me rrezikshmëri të lartë shoqërore ishin në ambientet e një restoranti në Gjirin e Lalzit, ku dyshohej se shumica prej tyre ishin dhe të armatosur. Me masa të larta sigurie, shërbimet policore ndërhyjnë në mënyrë të befasishme në ambientet e restorantit ku ndodheshin personat. Rezultoi se te tavolinë ishin ulur 7 shtetas, ndërmjet tyre 3 të kërkuar me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Të arrestuarve u janë gjetur 4 armë zjarri të llojit pistolet, të cilat i mbanin me vete teksa darkonin. Po ashtu në kuadër të operacionit Enigma janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale shumë parash, euro dhe sende të tjera që do të ndihmojnë grupin e hetimit. 3 nga të arrestuarit në operacionin e sotëm në Durrës janë persona të rrezikshëm që ishin në kërkim për vepra të rënda penale. Xhevdet Plaku ishte një nga të shumë kërkuarit nga policia shqiptare dhe drejtësia italiane pas arratisjes nga burgu i Ankonës në janar të këtij viti. Flobens Meqja nga Shkodra ishte paguar 5 milion euro nga çopjat e Elbasanit për të vrarë Erion Alibein, ndërsa Voltan Xhani dyshohet për vrasjen e Elis Roshkodolit, gushtin e kaluar në Shkodër. Policia Barkas! Operacioni Reneas në Durrës vuri në pranga edhe 3 nga të shumë kërkuar të drejtësisë shqiptare, bëhet fjalë për Xhevdet Plakun, Flobens Meqajn dhe Voltan Xhanin. Por kush është Xhevdet Plaku? 45 vjeçari arriti të arratisej nga burgu Ankonës në muajin janar 2025 dhe për këtë arsye autoritetet gjyqësore italiane shpallën në kërkim. Plaku për 25 vite me radhë është përfshirë në krime në 3 shtete, në Itali, Shqipëri dhe Holland. Ai po ashtu është akuzuar për 2 vrasje, për trafik droge dhe u ka shpëtuar të paktën 5 atentateve të dokumentuara. Në skedaret e policisë ai njihet me 25 emra të ndryshëm, ndërsa për botën e krimit njihet si Akili, Kisi apo Deti. Emri Xhevdet Plakut për autoritetet e huaja del për vrasjen e bashkëdhetarit Sali Rapi në vitin 2000 në Itali dhe 3 vjet më vonë në vitin 2003 për një tjetër vrasje të ndodhur në Durrës. Ai u arrestua në Shqipëri në vitin 2010 dhe më pas u ekstradua në Itali në vitin 2013. Ndërkohë në 2019 ndaj Plakut u organizua një atentat për që nuk u realizua. Një tjetër që u arrestua në tavolinën e të fortëve në Gjirin e Lalzit është edhe Flobens Meqja, i njohur dhe me mbiemrat Gega Edrini. Flobensi 43 vjeçar me 17 identitete toni shpallur në kërkim nga SPAK pasi gjykata e posaçme në muajin korrik 2024 i ka caktuar masën e sigurisë së arrestit me burg për veprën penale organizat kriminale dhe sigurim kushtesh për të kryer vrasje. 43 vjeçari nga Shkodra u shpall në kërkim në kuadër të operacionit Plumbi i Art. Emri i tij del edhe në disa biseda në Sky ECC me Franz Çopjan, i cili bisedon për të hapur fjalë se mund të paguajë deri në 5 milion euro për vrasjen e Erion Alibeit, i njohur me nofkën Krymi. Gjithashtu i ofrohen nga 1 milion euro për vrasjen e shtetasit Arjan Spahiu, Aldo Baho dhe shtetasit Ilir Loshi, të cilit i referohen me pseudonimin Liçe, ku Flobens Meqja është shprehur i gatshëm të kryer vrasjet. I treti fort që u arrestua me armë në brez në tryezën e Xhevdet Plakut është Voltan Xhani, 39 vjeç, lindur në Përmet, rezident në Holland. Ky i fundit në muajin shtator 2024 u vendos në masën e sigurisë arrest në burg nga gjykata e Shkodrës për shkak se u dyshua për vrasje. Voltan Xhani, njeriu që u kap mëngjesin e të premtes në Durrës, është i dyshuar kryesor për organizimin dhe vrasjen e Elis Roshkodollit në lagjen Ahmet Haxhiu në Shkodër mes ditën e 30 gustit 2024. Xhani dhe Roshkodolli njiheshin herët në shtetin belg, ku kanë jetuar për vite me radhë dhe dyshohet se kanë pasur përplasje të forta për shkak të aktivitetit kriminal në tregtinë e drogës.
Ish efektivi i Reneas, Altin Morina, komunikonte me trafikantët e drogës të arrestuar gjatë operacionit Ura për t'i ndihmuar ata në aktivitetin kriminal. Në dosjen e SPAK, zbulohen komunikimet në Sky ECC mes Morinës dhe Ekil Ndërjakut, ku ky i fundit i kërkon të ndihmojë për një mik të arrestuar në Tiranë. Morina rezultoni përfshirë edhe në trafikun e drogës. Në dosje, SPAK e cilëson Visin e Pojës si drejtues i një nga 3 grupet kriminale, i cili bashkëpunonte me 2 të tjerë të drejtuar nga Adi Çoba dhe Rigel Spresi. Zbardhen të tjera detaje nga dosja hetimore në lidhje me operacionin Ura për goditjen e grupit kriminal të trafikut të kokainës dhe heroinës. Në dosjen hetimore që ABC News e disponon, evidentohet edhe përfshirja e ish efektivit të Reneas, Altin Morina, ku i kërkoi nga trafikantët që të ndërhynte në laboratorin e policisë shkencore për të dëmtuar një armë zjarri që u gjet në vitin 2020 Edmond Çekiçit në Durrës. Sipas hetimeve, Ekil Ndërjaku, që është një prej të arrestuarve, i kërkon një favor një personi me emrin Altin në Sky Encrochat për të ndërhyrë në laboratorin e policisë shkencore në policinë e shtetit. O shok me të pyet, a kemi në një me rregullu atje në Tiranë kur të kapin me armë? Kanë kapi shok, a mund të rregullojmë punët e Gjilponës? Kur e kanë kap dhe si e ka emrin, por do pyes një shok tjetër, po e marr vesh kush është robi. Mon Çekiçi. Në Tiranë e kanë kap apo në Durrës? Këtu në Durrës. Edmond Çekiçi, njohur ndryshe dhe si Mon Çekiçi, mbeti i vrarë në një atentat në Durrës në vitin 2021, ndërsa ish efektivi Reneas, Altin Morina, rezultoni përfshirë edhe në trafikun e kokainës, në bashkëpunim të ngushtë me Ndërjakun. Në një prej episodeve thuhet se Morina ka siguruar informacion për mënyrën e trafikimit të kokainës që vinte nga Ekuadori dhe transportohej pranë porteve në Spanjë. Por për shkak të kontrollave të shtuara, kokaina hidhej në det nga trafikantët dhe për ta nxjerrë nga uji, kërkoi angazhimin marinarëve. Në dosjen e prokurorisë na 29 personave të përfshirë në trafikun e drogës, është zbardhur edhe roli i Elvis Doçit, i njohur ndryshe si Visi i Pojës, që cilësohet si drejtues dhe organizator i grupit kriminal. Një tjetër drejtues i grupit kriminal është edhe Adi Çoba. Ky i fundit organizonte trafikun e drogës me Italinë dhe transportonte parat në drejtim të Shqipërisë, ndërsa trafiku i heroinës nga Turqia për në Shqipëri më pas në Itali realizohej nga Piro Çapi. Ngrihen dyshime se Piro Çapi mund të shërbejë në rolin e organizatorit, financuesit dhe koordinatorit mes lidhjeve të tij në një funksionim të transportit, magazinimit dhe shkëmbimit të lëndëve narkotike në Turqi, Shqipëri dhe Itali. Transporti dyshohet se kryhet në rrugë toksore në linjën Turqi-Kosovë-Shqipëri nëpërmjet kamionëve që Spiro ka në pronësi. Ai zotron 2 kamion me targa AB 963F dhe AB 465EH. Ndërsa seansa për vlerësimin e masave të sigurisë që nisi në orën 10:30 të së premtes, u shtypër në orën 15:30, pasi avokatët kërkuan kohë të njëjën me dosjen hetimore. Një rumun është shpallur në kërkim si ekzekutor i Renato Hoxhait në 27 prill në Vlorë. 2 shqiptar, mes tyre edhe një mik i Rohan Brahimit, kanë bashkëpunuar me të për kryerjen e atentatit. ABC News mëson se 3 kërkuarit nga policia janë larguar nga Shqipëria. Pista kryesore e hetimeve për këtë ngjarje mbetet përplasja mes bandave. 3 persona janë shpallur zyrtarisht në kërkim nga policia e Vlorës sa i përket vrasjes së 58 vjeçarit Renato Hoxhaj në lagjen Hajro Çakori në 27 prill. ABC News mëson se të gjithë shpallurit në kërkim ndodhen jashtë vendit. Bëhet fjalë për një shtetas rumun që dyshohet të jetë në rolin e ekzekutorit, si edhe 2 shtetas shqiptar që ka dyshime të forta që kanë marrë pjesë dhe kanë organizuar këtë atentat. Sipas policisë, zyrtarisht në kërkim është shpallur Alessio Dobrozi. ABC News mëson se ai ndodhet në Dubai. Ky fundi të njihet si miku i ngushtë i Rohan Brahimit që u vra në Afrin kohë më parë. Emri Alessio Dobrozit është i njohur për policinë shqiptare. Në vitin 2021 ai së bashku me Ramazan Rajën dhe Rohan Brahimin hynë në një lokal të armatosur në Lezhë. Ndërkohë për sa i përket shtetasit rumun të shpallur në kërkim, dyshohet se ka kaluar ditën e ngjarjes nga pika e kalimit kufitar Qafbot. I vetmi arrestuar për këtë ngjarje është Erlis Mehmeta, i cili dyshohet se ka siguruar një makinë tip Range Rover për autorët. Pista kryesore ku po hetohet është ajo e vrasjes për përplasjet mes bandave, pasi dyshohet se Renato Hoxhaj ka patur informacione për disa ngjarje kriminale.
Ka zgjatur vetëm 24 orë kërcënimi i Berishës për mosnjohjen e zgjedhjeve të 11 majit dhe të parlamentit të ri. Kreu i Demokratëve, i cili refuzon ndërheqjen pas humbjes së thellë të partisë së tij, pranoi indirekt se opozita që ai drejton jo vetëm do të futet në parlament, por do të votojë pro edhe çdo ligji që do të propozojë mazhoranca për procesin e integrimit evropian. Një ditë pasi Sali Berisha bëri një denoncim për krim zgjedhor në një fshat të Elbasanit, policia e Qarkut nisi procedimin penal ndaj shtetasit Dervish Beqiri, në lokalin e të cilit në fshatin Pekisht u gjendën 10 flet votimi të paplotësuara, të dyshuara të falsifikuara. Kaq mjaftoi që Sali Berisha të thirrte konferencën me gazetarët për të përsëritur akuzat e tij ndaj procesit zgjedhor të 11 majit. Por kësaj radhe, kryefjalë nuk ishte vetëm Elbasani, ku humbi me 50.000 vota diferencë, por edhe Durrësi, ku disfata ishte edhe më e thellë, 75.000 vota. Duke përzier emra kandidatësh me emra militantësh, kreu i PD tani pretendon se PS ka manipuluar 28 mandate nga 30 plus që ajo ka mbi opozitën. Kampion është natyrisht Sara Mile. Kampion është Alken Balla. Kampion është Ani Dyrmishi. Kampion është Blendi Xhabafti. Ta janë vetëm pararoja e kontingjentit të krimit të 28 deputetëve morën urdhër nga Edi Rama për t'i mbështetur bandat. Por duket se problemin Berisha e ka diku tjetër. Në Fier, qarkun ku i dërguari i tij Gazmend Bardhi posoi disfatën më madhështore, duke humbur edhe mandatet në listën e sigurt, dhe shqetësimi i Berishës e ka një emër, Zeqine Çaushi. E mirëni vesh ju pse Hi dhe Zeqine janë nga deg a deg, del se kishin porosi që Zeqinea duhet futet në parlament, si ishte Sara Mile e Firit. Por disfata e madhështorëve për Berishën nuk ka asnjë fajtor nga PD, të gjithë të tjerët po. Përveç Alin Qori që ka spektrin e qartë, edhe s'mund t'i thotë kush gjë, është i majt, rregull, ka një përcaktim të vetin. Të tjerët morën deputet sa Tom Doshi. Po. 3 deputet Tom Doshi, 3 deputet këta. E çfarë shërbëj kjo? Nuk shërbëj kjo për të heqë opozicë të paktën 8 deputet? Në fund, si gjithmonë, zgjidhja e vetme nuk është largimi i tij. Berisha nuk pranon asnjëherë përgjegjësinë. Qeveri teknike me një agjendë të përcaktuar. Problemet që lidhen direkt me integrimin dhe zgjedhjet e lira të ndershme. Por sinqeriteti i Berishës për mosnjohjen e zgjedhjeve zgjati vetëm 24 orë. Të premten ai pranoi se PD do të hyjë në parlament, bile do të votojë pro ligjeve të mazhorancës. Ne votojmë dhe do votojmë vetëm ato ligje që kanë të bëjnë me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ulen humbjet e energjisë elektrike në rrjet, Instat ka publikuar bilancin e energjisë, sipas të cilit në tremujorin e parë të vitit 2025, humbjet e energjisë në rrjet ranë me 1.1%, ndërsa sipas Instat, energjia prodhuar nga parqet fotovoltaike është rritur me gati 2.5 herë në krahasim me një vit më parë. Humbjet e energjisë elektrike në rrjet kanë vijuar që të ulen ndjeshëm edhe gjatë këtij viti. Mungesa e rreshjeve të shiut ka dhënë efekte në prodhimin e energjisë elektrike në muajt e parë të këtij viti, por treguesit e sektorit energjetik në vend janë më optimist. Instat ka publikuar raportin e bilancit të energjisë elektrike, ku vihet re se humbjet në rrjet kanë arritur vlerën 478 gigavator në tremujorin e parë të vitit 2025, nga 483 gigavator që ishin në tremujorin e parë të vitit 2024, duke shënuar kështu një rënje me 1.1%. Ky përmirësim i treguesve lidhet me ndërhyrjet në rrjet ku janë realizuar një sër investimesh, por edhe me aksionet për ndërprerjen e lidhjeve të paligjshme nga operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike. Nga raporti konstatohet se në vend ka pasur një shtim të konsiderueshëm të sasisë së energjisë elektrike që është prodhuar nga dielli nëpërmjet parqeve fotovoltaike.
energjetike. Sipas Instat, energjia e siguruar nga këta prodhues është 176 gigavator nga 70 gigavator të prodhuar në të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke shënuar kështu një rritje të prodhimit të energjisë elektrike nga dielli me të paktën 2.5 herë. Ndërkohë, për shkak të mungesës së rreshjeve në 3 muajt e parë të këtij viti, prodhimi i energjisë ka rezultuar më i ulët. Sipas të dhënave të Instat, prodhimi neto i energjisë elektrike në këtë periudhë arriti vlerën 2234 gigavator. Ky prodhim u realizua nga hidrocentralet publike në masën mbi 45%, nga ato private dhe koncesionare në masën 46% dhe nga të tjerë prodhues, kryesisht parqet fotovoltaike, në masën 7.9% të prodhimit neto të energjisë elektrike në vend. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, tha një ditë më parë në Prishtinë se kanë nisur të hiqen sanksionet ndaj Kosovës, të vendosura 2 vjet më parë pas tensioneve të shkaktuara në veri. Ndër masat që po hiqen nga Brukseli është rikthimi i marrëveshjes së stabilizim asocimit dhe fondeve që Kosova përfiton prej saj, kryesisht për investime në infrastrukturë. Nga Prishtina, shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian njoftoi heqjen graduale të masave ndëshkuese për Kosovën. Por çfarë do të thotë heqja graduale e tyre, dhe cilat janë konkretisht masat që largohen? Masat që janë hequr kanë të bëjnë me marrëveshjen e stabilizim asocimit, aktit të parë ndërmjet Kosovës dhe bllokut evropian dhe kornizën e investimeve për Ballkanin Perëndimor, duke bërë që të fillojë puna e disa nën komiteteve të marrëveshjes së stabilizim asocimit, si edhe ofrimi ndihmës teknike në kuadër të kornizës së investimeve për Ballkanin Perëndimor. Kjo e fundit është një iniciativë e përbashkët e Bashkimit Evropian, institucioneve financiare dhe donatorëve që synojnë zhvillimin socio-ekonomik dhe të perspektivës europiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kosova mbështetet nga ky mekanizëm që nga viti 2009 deri në vitin 2021. Në Kosovë, nga ky mekanizëm kishin përfituar 30 projekte me vlerë 1.8 miliard euro. Projektet përfshin ndërtimin e rrugëve, rehabilitimin e hekurudhave, sistemet e ngrohjes qendrore dhe përmirësimin e sistemit të ujrave të zeza. Për vitet 2023-2030, në kuadër të këtij mekanizmi, në Kosovë janë parashikuar edhe projekte të tjera, si autostrada e paqes Prishtinë-Nish, rruga hekurudhore Beograd-Prishtinë, ngrohja diellore për Prishtinën, impjanti për trajtimin e ujrave të zeza dhe të tjera. Por këto projekte kishin ngecur pas vendosjes së masave. Gjithsesi, shefja e politikës së jashtme nuk nguroi të theksonte se ky proces është i kushtëzuar nga sjellja politike përballë vullnetit për dialog dhe shmangjes së tensioneve, duke nënvizuar se mbyllja e institucioneve paralele serbe në veri të Kosovës nga autoritetet kosovare po minojnë përpjekjet drejt shtensionimit të situatës, veprime të cilat po vijojnë nga Ministria e Brendshme dhe Policia e Kosovës. Kryeministri Netanyahu akuzon 3 lider perëndimor se po inkurajojnë Hamas dhe janë anën e gabuar të drejtësisë. Reagimi i kreut të qeverisë izraelite erdhi pasi Franca, Britania dhe Kanadaja dënuan në blok sulmet e ushtrisë izraelite në Gaza. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka lëshuar një sulm të drejtë për drejtë dhe të ashpër ndaj kryeministrit britanik Sir Keir Starmer, presidentit francez Emmanuel Macron dhe kryeministrit kanadez Mark Carney, duke i akuzuar ata se me deklaratat e tyre të fundit po mbështesin Hamas që të qëndrojnë në pushtet në ripin e Gazës. Netanyahu tha se Franca, Mbretëria e Bashkuar dhe Kanadaja po qëndrojnë në anën e gabuar të historisë. I say to President Macron, Prime Minister... I them presidentit francez, kryeministrit kanadez dhe atij britanik se kur vrasësit, përdhënuesit, kriminalet e foshnjave dhe rrëmbyesit ju falenderojmë për punën tuaj, ju jeni në anën e gabuar të drejtësisë, ju jeni në anën e gabuar të njerëzimit dhe në anën e gabuar të historisë. Këta udhëheqës mendojnë se po bëjmë përparime për paqen, por kjo nuk është e vërtet. Ata po inkurajojnë Hamas që të vijojë të luftojë dhe po japin shpresë për të krijuar një shtet të dytë palestinez. Keni parasysh se nuk do të jetë një shtet i lirë pasi radikalet si Hamas do të kenë kontrollin e këtij shteti të mbështetur nga Irani. Akuzat e Netanyahut vijnë pasi Britania, Franca dhe Kanadaja dënuan për shkallëzimin e operacioneve ushtarake të Izraelit në Gaza, duke i quajtur situatën humanitare të patolerueshme dhe veprimet izraelite si të papërshtatshme. Të 3 vendet paralajmëruan se mund të ndërmarrin veprime konkrete nëse Izraeli nuk ndalon ofensivën e tij.
Pavarësisht këtij qëndrimi të fundit, të tre shtetet kishin dënuar fuqishëm sulmet e Hamasit ndaj Izraelit rreth 19 muaj më parë dhe kishin shprehur mbështetje për të drejtën e Izraelit për t'u mbrojtur. Përballë kritikave dhe presionit ndërkombëtar, Izraeli riktheu ndihmat humanitare në rripin e Gazës. Organizata e Kombeve të Bashkuara njoftoi se mbi 130 kamion me ndihma kanë kaluar në enklavën palestineze. 30 vjeçari që vrau një çift izraelit, punonjës të ambasadës izraelite në Washington, mund të dënohet me vdekje pasi akuzohet për vrasje të zyrtarëve të huaj. Pro-palestinezi, sipas prokurorëve, ka vepruar i vetëm në një krim urrejtje etnike. Elias Rodriguez, 30 vjeçari nga Chicago që vrau dy punonjësit e ambasadës izraelite në Washington, çifti Njeron Lischinski dhe Sara Milgram, është akuzuar për vrasje të shkallës së parë, vrasje të zyrtarëve të huaj dhe për armbajtje. Sulmi i mërkurës po hetohet si krim urrejtje dhe pritet që ndaj 30 vjeçarit ketë akuzat të tjera, tha prokurorja amerikane Jeanine Pirro në një konferencë për shtyp. Ky është një rast që mund të dënohet me vdekje, tha prokurorja amerikane, megjithatë shtoi se është ende shumë herët që të merret një vendim i tillë. Steve Johnson nga zyra e FBI-s në Washington quajti vrasjet një akt terrori dhe dhune drejtuar kundër komunitetit hebre. Elias Rodriguez, 30 vjeçari nga Chicago që vrau dy punonjësit e ambasadës izraelite në Washington, bërtiti përgjatë arrestimit të tij frazën Palestina e lirë, duke sinjalizuar kështu se kishte kryer një krim i nxitur nga antisemitizmi. Policia amerikane ka treguar se autori i krimit makabër nuk kishte pasur më parë precedent penal dhe se të dhënat tregojnë se ai kishte vepruar i vetëm. Ambasada amerikane në Shtetet e Bashkuara tregoi se Njeron Lischinski ishte përgatitur t'i propozonte për fejesë të dashurës së tij, Sara Milgram, përgjatë një udhëtimi të afërt që çifti do të kishin në Jeruzalem. Një raport i Senatit Amerikan akuzon administratën e ish-presidentit Biden se nuk bëri transparencë për rreziqet e vaksinës kundër COVID-19 të aplikuar tek amerikanët gjatë pandemisë 5 vjet më parë. Raporti detyron kompanitë Pfizer dhe Moderna të detajojnë etiketat me paralajmërimet për efektet anësore. Vaksinat e këtyre firmave gjatë pandemisë u bën shkak për shumë vdekje, kryesisht nga problemet kardiake. Një raport i ri nga Komiteti i Senatit për Sigurinë Kombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës akuzon agjencitë federale të shëndetit se nuk kanë paralajmëruar në mënyrë të duhur qytetarët për efektet anësore të mundshme të vaksinave kundër COVID-19, veçanërisht tek të rinjt për rrezikun e miokardit. Raporti tregon se administrata presidenciale e Joe Biden ka minimizuar transparencën mbi rreziqet reale me synimin për të bindur sa më shumë qytetarë që të merrnin vaksinën. Mjeku Jordan Vaughn, presidenti i Fondacionit të Kërkimeve Mikrovaskulare, dëshmoi në Capitol Hill të mërkurën gjatë seancës së parë dëgjimore të nën komitetit përhershëm për hetimet në lidhje me efektet anësore negative të vaksinës kundër COVID-19, duke kritikuar vendimin e zyrtarëve të shëndetit publik në vitin 2021 për të mos lëshuar një mesazh të rrjetit të alarmeve shëndetësore ku rreziqet në rritje nga vaksina kundër COVID-19 u bën të dukshme. Mjeku Vaughn tha se nëse administrata amerikane e ushqimit dhe barnave si dhe qendra për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve do ta kishin bërë punën e tyre dhe do të kishin paralajmëruar mjekët, atëherë do të kishte pasur më pak fatalitete dhe jetë të humbura si pasojë e vaksinave të COVID-19. Menjëherë pas këtij raporti të Komitetit të Senatit për Sigurinë Kombëtare, administrata amerikane e ushqimit dhe barnave lëshoi një njoftim ku thuaj se ka urdhëruar kompaninë Pfizer dhe Moderna që të zgjerojnë etiketat e tyre paralajmëruese në lidhje me vaksinat kundër COVID-19. Këto paralajmërime do të theksojnë se vaksinat mund të japin një rrezik të miokardit të zemrës tek djemtë adoleshent dhe tek burrat e rinj. Sipas të dhënave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për 250.000 meshkuj të vaksinuar kundër COVID-19 nga mosha e 16 deri në 25 vjeç, rastet e problemeve me zemrën kanë qenë 38. Jemi me një zhvillim të minutave të fundit, do të lidhemi me kolegun Ermal Via, sepse 14 nga të arrestuarit e operacionit Ura kanë dalë përpara gjykatës. Ermal, të përshëndes, cilët janë 14 arrestuarit dhe ndoshta masat e sigurisë nëse për disa prej tyre ka përfunduar ky proces? Jo, në fakt seanca sapo ka nisur, pasi fillimisht seanca ishte parashikuar të niste në orën 10:30, por kanë qenë avokatët mbrojtës të personave të arrestuar, që i kanë kërkuar gjykatës që të njihen me dosjen hetimore të prokurisë së posaçme në lidhje me hetimet sa i takon trafikimit të lëndëve narkotike kryesisht nga vendet e Amerikës Latine në drejtim të Italisë, Shqipërisë apo edhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian, e gjithashtu edhe trafikimit të heroinës nga Turqia në Shqipëri më pas drejt Italisë dhe vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Por
Për shkak të dosjes voluminoze, avokatët kërkuan të paktën 4 orë kohë që të njihen me dosje dhe më pas seanca nisi tashmë në orën 15:30 këtu në gjykatën e posaçme për vlerësimin e masave të sigurisë për 14 nga 29 personat e ndaluar. Nga ana tjetër, nga ajo që ka mësuar avokatët sërish do t'i kërkojnë kohë gjyqtares Rudina Palloi, e cila është gjyqtare që do të vlerësoj kërkesat e prokurisë së posaçme për lënien në fuqi të masave të sigurisë të dhëna në mungesë atyre të arrestit në burg për personat e përfshirë, pasi sërish avokatët pretendojnë se dosja është shumë voluminoze dhe t'ju duhet kohë të shqyrtojnë aktet e kësaj dosje për të vendosur që seanca të vijojë ditën e nesërme në një orar le të themi gjatë paradites. Do të shohim në fakt se kush do të jetë vendimarrja e gjykatës për një seancë e cila sapo ka filluar. Ermal Vijat, falenderoj për këtë informacion. 80 vite histori të teatrit kombëtar kremtohen duke rikthyer shfaqjen e parë Topazi e duke rikujtuar plejadën e parë të aktorëve dhe regjisorëve. Artistët e sotëm të teatrit janë të vetëdijshëm se duke investuar kulturalisht më tepër në brezat e regjisorëve dhe aktorëve të rinj, produkti do të jetë edhe më i mirë. Si pari i skenës së maskës në Shqipëri, teatri nisi 80 vite më parë me shfaqjen Topazi. Kremtimi i këtij përvjetori nis me shpluhrosjen e arkivit, gotën e shampanjës dhe rikthimin e një pjese të shfaqjes pas. Zoti drejtor, kam ardhur për mësues Topazin. Topaz? Topaz? Angela Cikopane sjell ndërmend mendimin kritik i ndryshëm, por me një emërues të përbashkët për shfaqjen. Sot nuk kam asnjëri gjallë që ta ketë parë shfaqjen e parë. Në shtypin e kohës ka pasur 3 kritik. 2 kritik që mendonin krejt ndryshe njëri nga tjetri dhe një i tretë që kritikonte 2 të parët. Për njërin prej tyre, aktori kryesor Andon Pano ishte i shkëlqyer në pjesën e parë, për tjetrin ishte i shkëlqyer në pjesën e dytë, kur personazhi ndryshon krejt. Për njërin Olga Shuraja ishte një vajzë e mirë që nuk ishte ditur të luante femrën fatale, për tjetrin ishte një kokete e shkëlqyer, ashtu siç e takonte franceze. Pra edhe në atë kohë nuk është që jemi marrë shumë vesh, vetmja gjë për cilën jemi marrë vesh ishte që ishte një shfaqje e shkëlqyer, krahasuar me shfaqjet e tjera të kohës. Drejtori në detyrë Indrit Çobani kujton zanafillën e teatrit si opozit, ku e cilëson si mjedis përbashkimi mendimesh ndryshe, por nuk harron të rikujtoj kolosët që e pësuan në emër të teatrit. Në këtë rrugtim 80 vjeçar, disa prej kolegëve tanë, në emër të kësaj aspirate, u detyruan të ndërpresin karrierën e tyre. Pa dëshirë. Disa prej tyre morën edhe dënime nga më të egrat, nga më të ashprat. Por teatri e vazhdoi përpjekjen e tij për të ndryshuar atë çfarë mund të ndryshohet. Dhe duke u bërë promotor i triumfit të lirisë, drejtave të njerëzit, forcimit të rolit të individit të shoqërisë. Dhe sot përulemi me shumë nderim përpara themeluesve të teatrit dhe krijuesve në këto 80 vite të rrugtimit teatrit kombëtar. Ekip kombëtar arti është ky tempull për Luiza Xhuvanin, që përpiqet të mbajë ndezur pishtarin ndër breza. Dita e parë e punës në teatrin popullor, impresionuese për mua, ishte një ditë kur ishte mbledhja e trupës artistike në studion e provave, një trup me mbi 60 artistë, pash të hynin në atë studio figura si Piromani, Kadri Roshi, Violeta Manushi, Margarita Xhepa, Robert Ndrenika, Agim Qeriaqi, Roza Nagnosti, Bujar Lako, Marieta Gjarja, e deri tek më të rinjt si Yll Kamujo, Ndriçim Xhepa, Raimonda Bulku, Eva Likaj, emra që konfirmojnë kombëtaren në teatr. 50 vite mbi skenë për Yll Kamujon kanë kaluar përmes emocioneve të forta. Qysh nesër në mëngjes me qofsha gjallë. Teatri për ata ishte tempull. Edhe për brezin tim ishte tempull. Dhe për mua,
vazhdon të jetë tempull. Teatri është mision. Teatri është frym. Teatri është ndërveprim. Është ndërgjegjësim. Teatri është vetëdije. Në teatr ke mundësi të njohësh gjithë botën, por ajo që është shumë e rëndësishme në teatr ke mundësi të njohësh vetveten. Bërthama e parë për ndriçim xhepën është baza, ku themeluan në godinën e teatrit institucionet më të rëndësishme të artit. Gjithë bashkë i adresojmë asaj bërthamës parë që ndërtoi aq sinqerisht, në mënyrë aq të prisht, aq të çiltër atë kuadratin e parë të aktorëve që e krijuan këtë trup në vitet 45-46. Kujtoj ndoshta jo të gjithë Vjal Popin, Esa Imamin, Liza Vorfin, Lida Pelingun, e të tjerë. Pastaj ka ardhur një gjenerat më e dytë, e cila e pasoi një gjenerat që filloi ta mbeshë teatrin, ta mbarsi teatrin me aktorë të prodhuar nga shkolla. Sepse shkolla ishte atje ku ishte, në ato borë diku atje përballë Ministrisë së Brendshme. Dhe i ambient atje ishte datëlindja e shkollës, së aktrimit ishte datëlindja e teatrit, operës dhe baletit, datëlindja e lidhjes shkrimtarëve, datëlindja e Akademisë Shkencave. Ishte shumë datëlindje institucion atje. Xhepa, pa kritik, kërkon që të rikthejmë cilësinë, e kjo duhet një investim në formimin jashtë të regjisorëve dhe aktorëve. Vlerat atij teatri dhe këtij teatri që sot jemi këtu, jam mbeshën njerëz të cilët u shkolluar, njerëz të cilët u përgatitën jashtë. Ku i gjet kjo formula që Akademitë e Arteve u kthyen në institutet kulturore, nuk e di për çfarë arsye, dhe kam përshtypjen që i lodhin njerëzit duke i mbajt nga 5 vjet atje. Kurse unë do të mendoja mendim i thjeshtë që ajo shkolla aktorëve është mirë siç ka qenë 3 vjet. Shkolla e regjisurës me ato njerëz që japin mësim atje është prapë mirë 3 vjet dhe duhet të rikthehet vëmendja e çik shtetit që me elementi kryesor regjizura, se pa regjizur nuk ka teatr. Teatri, pavarësisht uljeve dhe ngritjeve të tij, mbetet një shije estetike, e cila vazhdon të bashkojë idhëtar të cilët besojnë ende në përjetimin e emocioneve të forta për njeriu dhe shoqërinë. Ne kemi mbritur kështu në fund të News Hour. Ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al, ku mund të klikoni në çdo kohë, po edhe të na ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Ne bashkëndajemi këtu, po vetëm pas pak vjen faqa 4 me kolegët Jeta Kasemi dhe Sali Doçi.